الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تندرور جمرلي jemi me vargun e fjalëve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, të këtë cilat besimtari ushqehet dhe edukohet dhe mësohet. Fjala e pejgamberit alaihi salatu wassalam s'është si fjala të tjerëve. Fjala e tij është sunnet, fjala e tij është ligji i Allahut në tokë. Fjala e tij është rregull e pathyeshme. Fjala e tij është që të besohet domosdoshmërisht. Fjala e tij është e bereqetshme, fjala e tij është udhëzim, fjala e tij është bereqet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ja jep Allahu subhanahu wa taala. Andaj fjalët e pejgamberit alaihi salatu wassalam duhet të merren seriozisht dhe në konsiderat të lartë. Për këtë arsye të gjithë dietarët kur flasin për hadithin e pejgamberit alaihi salatu wassalam, ata para se me t'i sjell hadithet çfarë thonë, ti e ke detyrë të domosdoshme që të besosh në çdo fjalë pejgamberit alaihi salatu wassalam që ka thënë dhe ta pranosh ata dhe të mundohesh maksimumin tan që ta zbatosh. Për këtë arsye Imam Buhariu vazhdon me hadithet e tij në librin e tij El-Adabul Mufrad, duke radhitur hadithe nga pejgamberi alayhi salatu wassalam mbi kapitullin e maturisë dhe butësisë në sjellje. Andaj ka thënë babur rifqi, kapitull në sjelljen e butë të besimtarit, dhe ka treguar se si pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qenë vetë i butë. Andaj tregon Ebu Said al-Khudri radhiyallahu an, thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka qenë më i turpshëm se sa beqarja dhe e virgjëra kur ka hyrë në natën e dhëndrisë dhe nusërisë. Dhe paramendoni një beqare e cila kur s'ka pas kontakt me meshkuj, kur s'ka pas kontakt me burra, paramendon një turp të saj. Paramendon se sa marrë i vjen prej një burrit huj. Dhe çfarë ndodh? Thot Ebu Said al-Khudriu, pejgamberi jon alayhi salatu wassalam ka qenë edhe më marrëli, edhe më i turpshëm se ai, nga marrja që e ka pas e turpi alayhi salatu wassalam, dhe prej maturisë dhe butësisë që e ka pas kur s'ka dash diçka, kur si ka pëlqyer diçka, s'ka fol. Thot Ebu Said al-Khudriu, arafnahu min wajhi, piftyrës e vërenim. E ka ditë që ta spedo, ndërkohë që kjo ka qenë prej sjelljes të lartë të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka treguar varg hadithe nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe sa i kanë nxjerrë Imam Buhariu. Hadithin e radhës që kanë nxjerrë çfarë ka thënë? Ka thënë nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka thënë alayhi salatu wasalam, inna Allaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa wa yu'ti alayhi ma la yu'ti 'ala al-'unfi. Ka thënë alayhi salatu wasalam, Allahu është i butë. Allahu është i butë. E do butësin, e do maturin, e do me e frenu njeriu vetë vetën e vetë. Dhe Allahu ja kry njeriu dhe i jep prej kryerje së punëve me butësi çka s'ja jep me dhunë. Pra ai cili e përdor dhunën dhe agresorin dhe zullumin dhe vështirësinë për ta kryer një punë, Allah s'ja mundson. Ndërsa ai cili e përdor butësinë dhe ai cili përdor maturinë për ta kryer një punë të njëjtën, Allah ja mundson. Nga sa Allahu është i butë dhe e do butësie. Shiko Allahu subhanahu wa taala sa tolerancët e ka bën ndaj neve. Sa i ban Allah i ti mëkata i toleron. Me bo Allah me na kap neve për gjunahe. A jet dikush? A jet dikush? Krejti i përmbys. Për këtë arsye Allahu thot në Kur'an, sikur Allahu ti ndoshkon të njerëz për veprat e tyre, zot alin të asnjë, se këtë kanë mëkate. Mirë, Allah me butësi na trajton. Për këtë arsye ne duhet të trajtojmë të tjerë me njëjtën butësi. Andaj thot alayhi salatu wasallam, Allahu i butë e do butësinë dhe ka bërë rregull. E jep me butësi atë çka se jep me dhunë. Dhe shikoni njerëzit, çdo kujt që i lip diçka me dhunë, së një merr. Ama me butësi ku i ke mundësi më amor. Wallahi çiko tregtarin e mirë, me butësi, me fjalë,
ta merr zemrën. Ndërkohë që me dhun, a e do njëri diku, a ka njëri që e do njërin e dhunshëm? A ka njëri në dunja që e do njërin e dhunshëm? As i dhunshmi se do vetën. As i dhunshmi se do vetën. Po s'ka ku ta çoje. S'ka ku ta çoje sa as vetën nuk e do. Për këtë arsye ka thënë alayhi salatu wassalam, Allahu e do butësi në çdo çështje dhe Allah e ka bërë ligj. Shiko, pejgamberi ton sallallahu alaihi wasallam, me çka ka tubu njerëzit? Me çka ka tubu? Me butësi, me maturi, me mushir, me rahmet. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ne nuk të kemi dërguar ty pos rahmet për botrat. Dhe i ka thënë se ti me bë me ka ndryshe, krejt largohen prej teje. Për këtë arsye të ndëruar xhamarli, na porosit neve pejgamberi alayhi salatu wasalam, që të jemi të matur. Sa kemi nevojë për maturin kohën zamanin tonë që jetojnë ana. Zamanin e axhelës, zamanin e dinamikës, zamanin e pasabrit, zamanin kur njeriu nuk e din ku e le çka le. Zamanin kur njeriu nuk e din, s'ka kur far maturie. Çfarë maturie të ndëruar xhamarli më azon udhën dikujna. E le parkon kerën ku të mundet. Pa kur far ndërgjegje, pa kur far përgjegje, po mos më interesu aja zë udhën dikujna, a ka do një urgjencë. Po me dek njerin kërë të ikpi tije, të sjaliru ti udhën. Qysh del për para Zotit Gjelle Gjelalu? Ka dale, banu i matëshëm, lipe një vend ku nuk ja zë udhën dikujna. Boj i matur, boj i but, boj i kujdesshëm për vepra që ka i ban ti. Për këtë arsye ka sjell hadithin e radhës nga Enes ibn Malik radhiyallahu an. Imam Buhariu thot, Enes ibn Malik thot, e kam dëgjuar pejgamberin alayhis salam duke thënë hadith: "Yassiru wa la tu'assiru." Lehtësoni dhe mos vështirësoni. Lehtësoni dhe mos vështirësoni. Wasakkinu wa la tunfiru. Ka thënë alayhis salam, dhe qetësoni dhe mos provokoni me gërdit njerëzit. Sa njëri pe pamaturis dikujna o gërdit. Ja u kena gërdit në të ndëruar xhamarli fat keqësisht edhe feja ndo njerëzve. Thot çështu që po dhuteja. Çish po sillesh teja me karakterin tana, kur mos u bafsha. Për këtë arsye thot alayhi salatu wassalam, yassiru wa la ta'assiru. Lehtësone se feja e lehtë, feja e dashur, do të shmja bëhet njëri dashur feja. A bolle ka ai shejtanin që ja gërdit feja dhe teja? A boja ka ai një e gjinë që i rri hazër, mos me elan mu bëhe fetar dhe mos me i kry detyrat e Zotit, edhe ti me pasillet e tua, edhe na kena mi bëhe barra tina. A dhe sa për ulemave thonin kështu, boll jeta e zorshme, a edhe ti kime me i qaf mua. Boll jeta e vështirë me fitu pi halalit, edhe me u largu pi haramit, me eduku familje dhe me rrit familje, a edhe ti unë me ti duru qerëta, a edhe ti me ti duru mroleta, a edhe ti unë me ta duru pasillën tana. Jo, ka thënë Alisam, yessiru, let, banja u njerëzve let, mos u avështisoni njerëzve. Pasaj që ka thënë, o e sekinu, qëtësoni, sekinu me ka dole, me qitë, apo, të ndëruar xhamarli, kuro dishka e nëzet, mos i ras dut, ka dole, në të ftofët njerë, kur je i nëzet, temperatur, nervos, apo, të ka hip nervoza në qilë, ka dale prit, zbutu njerë, a e di se kur zbutu është ku të bjere gjaki ndryshe i shesh pun, apo, je i mlefost me i nati, ka dale, ule i natin, se si tu pa, pare që ka del për para kryje, ka dale, se kinu, që të soj e vetër, u alatu në firu, dhe ka thonë alayhi salatu wassalam, dhe mos u agërdit një njerëzve fejen, mos u agërdit fejen me karakterin tanë. Thu njerit që Allah feja islama e pasë le muë, mos më këshirë karakterin, unë jam i vrasht, unë jam i ndoshta i dhunshëm, ama feja s'ka të boje me këta. Që ka të boje pejgamberi sa më dhe zërë me dhunat e tona, me pamaturit e tona, me mos bucit e tona? Që ka pejgamberi sa më? Që ka feja? Që ka feja Zotit Gjelle Gjelalu? Feja Zotit është e pastër, Kurani i pastër, hadithe i pastër. Feja është e but, ama ne e vrasojna me karakteret tona. Për ka thonë, wala tunfiru. Dhe jo veç kaq. Një ditë për ditëve Muad ibn Jabali, të ndëruar xhamarli, e ka fal yacir me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ka shku te fshati i vet, te periferia e shtëpia e vet. Dhe atje kanë pasur xhami ku janë fal disa pjesë që s'kan mujt marrë në Medinë. Dhe del Imam Muad ibn Jabali radhiyallahu an, dhe u fal yacir, ai e fal nafila, ata falin yacir. Edhe fillon me lexu surën Al-Baqara. Dhe vin njerëz të lodh pi punë, ta falin yacin, shkojnë bin me flet. Se janë të lodh. Edhe nis Muad ibn Jabali surën Al-Baqara. Sura e Kuranit, ama sura e gjatë, 49 faqe i ka. Dhe fillon me lexue, një ditë, një gjaliri lodhët, të ditën punë, yacir me Baqara shumë zora me nejtë aty. Edhe pi namazit del. Edhe shkon te pejgamberi selam. Thot ja Rasulullah, unë të ditën lodha të punu për me lip halalin dhe mu largu pi haramit, me jetu si musliman.
Ti këtë imamin që këna e ka ciktu neve, ki vjen na e fal neve jacien, po ke ka fal për veti, na e fal neve. Edhe fillon me lezu surën Al-Baqara. Unë s'po muj me qëndru ja Rasulullah. Ja. Muadh ibn Jabeli kur shkon ki djali, thot, ki jam munafik. Çfarë psu për njerëzve? Po habe se ki se do fejen. Jo bez do tije. Jo bez do ti se fejen e do. Jo be Kur'anin e do, po ti sa të dasht. Jo be zanin e do, po zanin dan se do. Kur dikush s'ja pëlqen zanin dikujna, a ki drejt ti me thonë s'pe do e zanina? Jo be zanin e du, po zani jot po më trishton kur pe thire zanin ti. Kur'anin e dojna, po ka mund si zanin s'ta do. Edhe tha Muadh, kja munafik se do Kur'anin. Çka i tha për mësam, hec këtu. O Muadh, a e vërtet kjo çka po thot ki? Jo çka pi thut ti këtina, ki çka po thot? Tha po ja Rasulullah, është e vërtet, unë lexoj surën Al-Baqara. Namaz. Tha ti a do mja u gërdit njerëzve fejena? Me Kur'an, a do mja u gërdit njerëzve fejena? Tha ti a s'ki surë më të vogla? A s'ki ti surë më të vogla? A ki surë më të vogla po? Lexoja u surë më të vogla. Dhe që fasa shka i tha, o Muadh, për ma se ki e një plak, për ma se ki një njëri të loth, për ma se ki një njëri që ja ka punu të nditën, lexoja u njerëzve dhe mos u a gërdit një njerëzve fejen. Të ndëruar që më të li, nëse me surë në Al-Baqara i ka thonë me nësa, mos ja gërdit, po me qerët e tona, po me dhunat e tona, po me karakteret e tona, sa ja u kena gërdit njerëzve fejen. A disa njëri thot, valla këshire, qështu, që këtë si tjetë musliman, me që këtë sjele. Po qëfar islama me abe kjo? Qëfar islama me këto sjele dhunshme, arrogante, brutale? Qëfar islami, kush të kam sube ti kështu? Psebe e marron dhe e shantazhon islami dhe fejnë e pejgamberit sa njëri më të mirë mbo që ka arë në dunja, ai tu të pa ti e tu me menu njëri, me menu, një minut. Se pejgamberi sallam, a pak si na, hasha wa kella. Ha, kur mos gabon me menu pejgamberi sallam, kur mos i merr ti sjelljet e njerëzve për bazë me menu pejgamberi sallam, se hin hak pejgamberit alayhis salam. Andaj ka thonë yesiru wala tu'assiru wa sakkinu wala tunfiru. Leçoni, mos vështirësoni, qetësoni dhe mos gërditni dhe mos u bëni njerëzve fejen të bezdisshme. Pa këtë arsye këto hadithe të ndëruar që më li argumentojnë se maturia dhe vutësia dhe frenimi i vetvetes është prej sjelljeve më të larta me të cilat ka ardhur pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Elusim Zotin e Madh xhelle xhelalu, që Allahu t'i gdhën karakteret tona, që ta ban sunetin e pejgamberit alayhis salam jetë ton, që ta ban hadithin e tina ushqim dhe sofër për shpirtat e ton. Elusim Allahun subhanahu wa taala, që Allahu xhelle xhelalu na mundson që sjelljet tona të jenë në përputhje me atë që është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Elusim Zotin e Madh xhelle xhelalu, që Allahu na mundson të jetojmë si musliman, me karaktere të mira, me devotshmëri, me sjellje të cilat i do Zoti i Madh xhelle xhelalu. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Zoti jon xhelle xhelalu na e fal çdo gjuna që e bajna, çdo mëkat që e bajna. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu t'i ruan sytë ton pi haramit, veshët ton pi haramit, durët tona pi haramit, gojat tona pi haramit, këmbët tona pi haramit. Elusim Allahun që Allahu na ushqen prej halalit dhe na bën prej njerëzve të cilat e dojnë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun subhanahu wa taala në këtë ditë xumaje që kudo që ka musliman, Allahu t'i ndihmon, Allahu t'i përkrah, Allahu t'i mbështet, zullumçartën mes vetë Allahu t'i shpartallon. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم رحماك بالمسلمين أينما كانوا يا رب العالمين اللهم رحماك بإخواننا المستضعفين اللهم رحماك بإخواننا المستضعفين يا رب
رب العالمين. اللهم عليك بالظلمة الفسقة يا رب العالمين. اللهم عليك بمن يقتل المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بمن يظلم المسلمين يا رب العالمين. يا جبار السماوات والأرض، يا قوي السماوات والأرض، اللهم أرنا قوتك وسلطانك وبأسك في الظالمين، في المجرمين، في الفسقة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من أعمال المنافقين يا رب العالمين. اللهم أغننا من حلالك عن حرامك يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.